Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahun xhaleshanuhu, Zotit të botrave. Vetëm atë adhurojmë, vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet nga zemra dhe nga shpirti i dërgojmë njeriu të më të dashur, mësuesi të njerëzimit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara nëna dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi të gjithë ju. Jemi në muajin më të vlefshëm brenda vitit, jemi në sultanin e 19 muajve tjerë, muajin e shenjtë Ramazanit, jemi në 10 ditëshin e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndajtur muajin e shenjtë Ramazanit në 3 pjesë. 10 ditët e para janë rahmet, mëshirë nga ana Allahu xhaleshanuhu, dhe ditët e mesme janë falje nga ana Allahu xhaleshanuhu dhe ditët e fundit janë itkum minan niran, shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Dhe pikërisht në këto 10 ditëshin e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka dhënë si harriq miq dhe shumë të madhe, gjendet një natë e bekuar, gjendet një natë e madhe e cila e ka emrin nata e Kadrit, nata e përcaktimit të fateve, nata në të cilën Allahu xhaleshanuhu e ka dalluar muajin e shenjtë Ramazanit, për shkak se në muajin e shenjtë Ramazanit ajo që e dallon këtë natë të bekuar është pikërisht edhe zbritja, shpallja e Kur'anit famëlar. Allahu xhaleshanuhu për të na treguar neve mbi vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate që jemi në muajin e shenjtë Ramazanit, në këtë natë të bekuar në 27-ën e muajit të Ramazanit, kjo natë ku Allahu xhaleshanuhu ka zbritur edhe një kaptin e cila e ka emrin Surja El Qadr, ku Allahu xhaleshanuhu thot: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit, ne e zbritëm Kur'anin në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ne e zbritëm këtë Kur'an për ummetin më të dalluar të ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne e zbritëm Kur'anin për pejgamberin më të dalluar që Allahu xhaleshanuhu e kishte dërguar, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përsëri Allahu xhaleshanuhu na tregon dhe na thot dhe na bën një pyetje: wa ma adrake ma lejletul qadr. E ç'të bëri ti o Muhammed që të dish se çka është nata e Kadrit? Apo a e din ti o i dërguari i Allahut se sa vlerë dhe sa peshë, sa rëndësi, sa mirësi të madhe ka kjo natë? Lejletul qadri khajrum min 1000 shahr. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 3 të kësaj sureje duke na thënë: nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Nuk thot Allahu xhaleshanuhu është e mirë sa 1000 muaj, por është më e mirë se 1000 muaj. 1000 muaj do të thotë 83 vite e 4 muaj. Andaj kjo është një shans, kjo është një moment i volitshëm i besimtarit,
i agjëruesit që ta shfrytëzojë këtë natë, një orë duke i bërë ibadet Allahu xhaleshanuhu e ka vlerën dhe rëndësinë sa 111 muaj të i madhi Allah. Andaj i madhi Allah përsëri na bën me dije se në këtë natë të bekuar dhe të vlefshme dhe të madhe na bën me dije përsëri diçka shumë të rëndësishme, duke na bën me dije, duke na thënë tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë të vlefshme dhe të bekuar, Allahu xhaleshanuhu na çon misafir të veçantë. Allahu xhaleshanuhu na çon disa misafir të cilët prezantojnë dhe janë në mbikëqyrje të Allahu xhaleshanuhu në shtëpitë tona. Allahu xhaleshanuhu në këtë natë bashkë me melekët e çon edhe shpirtin fisnik Gjebrailin, melekun më të veçantë që Allahu xhaleshanuhu e ka dërguar pikërisht për të na treguar se shtëpitë tona janë të bekuara, shtëpitë tona dhe familjet tona janë të bekuara dhe ne jemi të bekuar që i madhi Allah na ka dërguar këto melek duke na vizituar dhe duke na përcjellur prej kohës së akşamit deri në mëngjesin e sabahut. Dhe pikërisht Allahu xhaleshanuhu na bën me dije përsëri duke përfunduar selamun hiya hatta matla'il fajr. Dhe kjo natë e bekuar është e bekuar për shkak se këto melek të cilët na vinë për vizitë, për të na përcjellur neve, është paqe, mirësi, begati deri në mëngjesin e agimit të asaj dite që pason. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër dhe motra, na tregon një thënie të tij ku i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na thotë men qame lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush e gjallëron natën e kadrit me ibadet, me falje, me namaz, me lexim të Kur'anit, duke shpresuar të i madhi Allah në faljen e tij, Allahu xhaleshanuhu thot ja falen të gjitha mëkatet që i ka bu në të kaluarën. Kurse Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë natë, na ka thënë, o i dërguari i Allahut, nëse e takoj këtë natë të vlefshme dhe të bekuar natën e kadrit, nëse ja qëlloj duke qeni bindur se kjo është nata e kadrit, me çfarë lutje duhet t'i drejtohem Allahu xhaleshanuhu, atëherë tha një thënie shumë të famshme, thënien të cilën çdo besimtar duhet ta shpeshtojë këtë lutje dhe këtë dua dhe këtë dhikr e cila peshon shumë te i madhi Allah, duke na thënë Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës e don faljen, andaj të lutem na fal neve. O Zot, ti je falës e don faljen, andaj të lutem na fal neve. Kjo është lutja e famshme që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natën e kadrit. Po ashtu ka edhe disa thënie tjera të cilët ne në çdo kohë të namazit, në uljen e fundit që i bëjmë, besimtari duhet t'i shpeshtojë në këtë natë të bekuar, natë e cila i ka dhuratat shumë të mëdha te i madhi Allah, natë në të cilën nëse dikushi i ka kaluar gjatë muajit shenjtë Ramazanit duke mos e lutur të madhin Allah, kjo është një shans i volitshëm, kjo është një moment të cilën besimtari mos ta neglizhojë, mos ta lënë mazdore, duke i drejtuar Allahu xhaleshanuhu dhe duke i bërë lutje Allahut, o Zot, na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. O Allah, na fal neve, fali prindërit tan, fali të gjithë besimtarët në ditë kur do dalim përpara Allahu xhaleshanuhu. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin.